Se thonë që kënga dhe muzika janë afshi i shpirtit, si cërima e jetës njerëzore. Se kënga është shprehja më elegante e shpirtit. Se historia pa këngë është si lumi që nuk i dihet burimi. Se kënga popullore është zgjimi dhe ndërgjegjësimi kombëtar. Historia në tinguj e një kombi. Sepse kënga është simboli i kurajos, i luftës për liri dhe pavarësi, i qëndrimit burëror, por edhe i mallit për atë dheun. Sepse kënga komunikon me legjendat, me heronjt, me qiellin, me hënën, me tokën, komunikon me yjet, komunikon me zemrat që dashurohen, sepse kënga është pjesa e atë dheut ton shpirtëror. Kur dëgjon këngën popullore, ke dëshirë të jetosh, të luftosh, të dashurosh, të bëhesh nuse edhe dhëndër. Prandaj është e bukur kënga popullore dhe ne duam dhe ruajmë atë si nektari. Dhe padyshim, me bukur ajo vjen kur këndohet nga yjet në folk univers. Kam kënaqësinë t'ju lë në shoqërinë e yjeve në këtë mbrëmje të mrekullueshme. Sukses!